Jam larguar në fillim të 90-s për Francë. Kam qenë disa vite në Francë, kam bërë vajtjare Francë-Shqipëri. Pastaj në 90-ën pse ikët në Francë? Jo, nuk kam ikur me ambasadë, kam ikur më vonë. Okay. Rreth 92-shit afërsisht, më thënë. Në një punë, me idenë që ka qenë një marrëveshje për të dërguar pak persona për një le të themi shkëmbim që kishte bënë me një marrëveshje që ishte bërë atëherë për student, siç bëhen dhe sot shkëmbime. Po. Ishte hera e parë që bëj. Kam qenë nga të parë që kam ikur, domethënë. Si ishte? Kur ikëm për parë, si është? Unë faktikisht e kisha menduar basën një moshë të herët dhe nga familja që drejtimi, nëse do largohesh nga Shqipëria, do ishte drejt Italisë. Duke pasur edhe njerëz atje, të afërm të familjes që më do më ndeshjet përgatitur me gjuhën. Isha ai ka qenë synimi. Kam qenë mbajmend si sot, kam qenë 12-13 vjeç që më sheti poso edhe i madh që një farë mënyre më kishte përgatitur ana psikologjike që unë një ditë duhet largohesha. Fati e solli që kisha edhe opsionin Francës dhe kur ndodhi kjo Francës të zgjedhje bëra, shkova në Francë, nuk kam asnjë pishpan për kundërzi. Pa ta fatin. Andi, se tani është kohë tjetër dhe arrin ta perceptosh atë kohë. Si është jeta e një 12 vjeçari që e di që do iki? Domethënë çfarë lidhje krijon me vendin? Apo mundohet mos Kjo, domethënë ky perceptimi kësaj dëshirës për të larguar ka qenë në kohën e komunizmit. Që atëherë? Po, domethënë kisha se nuk i kam. Ju nuk i tregoni vitet, nuk është qartë çfarë moshe keni. Dakor. Prandaj edhe nuk e kuptova, mendova 12 vjeç në Jo, isha akoma në kohën e komunizmit edhe shumë familje mbase kishin këto traditë që dërgonin fëmijët jashtë në një mënyrë se tjetër edhe në kohë të komunizmit, po ashtu klanet caktuara ose familje caktuara të vjetra që kishin një traditë në administratë ose në edukim, e dini se si mund të gjendë një mënyrë për të larguar dhe me sa duke planet kishte bërë familje para me. E kuptoj. Edhe mund thjesht isha pjesë e kësaj. Kështu që Franca është një pikë takimi pa njohur, po gjithsesi është jashtë, është vendi jashtë ku do shkoj. Po, jam larguar në Francë dhe më kanë marrë një familje franceze. Kështu ishte marrëveshja. Një familje që mua më kanë trajtuar zakonisht mirë, mbaj mend që shumë njerëz të tjerë që janë larguar nga Shqipëria janë përballë me një realitet tjetër, që është përballja me vështirësitë ekonomike, sigurimi i një rrugtimi profesional ose dhe ekzistencë, lufta për ekzistencë. Këto unë nuk i kam ndier. Familja franceze është vërtet kujdesur në të gjitha aspektet, më kanë ndihmuar edhe në rrugtim profesional, më kanë dhënë shumë gjëra. Mendoj që kam qenë me fat, se më kanë dhënë atë hapin e parë ku çdo njeri ka shumë vështirë. Kjo ka qenë përballimi e parë me Europën, me Francën, vend shumë i përparuar krahasim me Shqipërinë. Pastaj mbaj mend që kthehesha në Shqipëri dhe në 97 në një moment ku thash nuk do dua të kthehem në Shqipëri. Në 97 u ktheve sepse mbaroi. Jo, kisha ardhur, po merresha me një lloj biznesi, le të themi. Kisha ca plane që mund të bëja diçka. Dhe kur pa çfarë ndodhi në 97 vendosa që të mos kthehem më. Kisha bërë aplikimin në kur isha në Francë, në ambasadën kanadeze për të shkuar në Kanada. U pranua aplikimi. U zhvendosa në Kanada dhe atje si si një rezident i rregullt. Pra jo me status të palishëm, po me vaj jeta. Po, ka ecur mirë. Vërtet, kam bërë studimet pastaj që i kam mbyllur ato që desha unë në Kanada, nga Kanadaja me pasaportë kanadeze, nisem për në Amerikë dhe kam. Si kanadez ose shqiptar? Jo, si kanadez, po. Dhe punë kur kam gjetur në Amerikë që me statusin e një qytetar kanadez, dhe kam mbi 20 vjet që jetoj në New York, në Amerikë në përgjithësi, ku jam dhe qytetar amerikan.